Policia e Durrësit bën me dije se ka identifikuar dhe arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes së 51 vjeçarit Valbon Beqiraj. Ai është mes disa personave që janë shoqëruar për ngjarje e ndodhur mbrëmjen e djeshme në lagjen 12 të qytetit Bregdetar. Viktima duket se kishte ftuar disa miq në banesë me njërin për të cilëve mësohet të jetë konfliktuar. Hetuesit kanë marrë gjurmën e gjyqtërinjve dhe kanë analizuar edhe kamerat e sigurisë për të shkuar drejt autorit. 51 vjeçari u gjet pa shenja jete në banesë. Por nga ekspertiza paraprakje mjekoligjore kryer nga grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ka rezultuar se në trupin e viktimës kishte shenja dhune dhe plagë të shkaktuara me mjet prerës, si pasojë e të cilave dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën. Përgjatë natës dhe aktualisht grupi i posaçëm hetimor ka kryer dhe është duke kryer një sër veprimesh të thelluara hetimore me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit të autorëve, thuhet në njoftimin e policisë.